Ja dilli. Doktor Trosh. Shqy që kem. Pas foltores, dielli në qiell nuk doli. Shqipëria u gdhi në furtunë, por në Partinë Demokratike kanë mendim tjetër për motin. Dielli me shosh nuk mbulohet. Berisha nuk heq dorë, sipas tij, Karakas nuk është edhe aq larg Tiranës. Pavarësisht nga pretendimet e Edi Rams se nuk ka vend për ndërhyrjen e Delta Forces pasi sipas po kështu thaj, kështu ka shkruajtur. Pasi sipas këtij Shqipëria nuk është Venezuelë, por Ramaduro dhe Maduro janë si një pikë ujë të pisë të ndarë në mes. Por në pritje të forcave Delta të ngjisin maloren e Surelit, i la një afat Ramës, por pas Shën Valentinit. Mos harro kur 20 shkurtin, se çfarë dinë shqiptarë të bëjnë me kultet e rreme, me kultet satanike. Pra i jep dorëheqjen. I njëjti afat vlen edhe për Lapajn. Lapaj do protestë qytetare pa flamuj. Doktori thot se nuk është ky problem. Problem janë qytetarët. Nuk besoj se flamujt mund të jenë pengesë për bashkimin. Tani të themi të vërtetën, nuk është se nuk do të donim të shihnim derdhjen pa flamujt të qytetarëve, po kjo nuk po ndodh. Por deri për Shën Valentin ka edhe një muaj kohë. Demokratët presin prej 12 vjetësh, mund të presin edhe 4 javë. Shiko, nuk mërzitem, kam durim.